Ka njerëz që jetojnë në heshtje, por sakrifica e tyre bërtet më fort se çdo fjalë. Ka duar që janë rrudhur nga puna, por që ngjallin më shumë ngrohtësi se çdo gjë tjetër në këtë botë. Dhe ka zemra të tilla si ajo e gjyshes Gonxhe nga Gjakova, që nuk thyhen, edhe kur e gjithë bota duket se ka rënë mbi to. Nëse po e shikoni këtë video tani, ju lutem ndaluni një çast. Para se të vazhdojmë, dëshiroj t'ju ftoj të lini në komente një fjalë, një lutje, një mendim për gjyshen Gonxhe. Ajo nuk ju njeh, por historia e saj do t'ju prek thellë në zemër. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, komenti juaj do të arrijë tek ajo si një val ngrohtësie prej botës së largët. Shkruani diçka. Çdo fjalë ka vlerë. Tani, le të fillojmë. Gjakova është një qytet që ditë mbaj dhimbjen pa e treguar. Rrugët e tij kanë dëgjuar shumë lot, kanë mbajtur shumë hapa të rënduar nga pikëllimi. Është një qytet me shpirt, me histori, me njerëz që kanë mësuar se si të ngrihen edhe kur toka nën këmbë duket se po lëkundet. Dhe në një lagje të qetë të këtij qyteti, mes shtëpive të vogla dhe kopshteve të lodhura nga vera, jeton Gonxhe. Gonxhe, një emër i butë, si lule që sako po çelet, por jeta e kësaj gruaje nuk ka qenë e butë. Jeta e saj ka qenë një luftë e heshtur, një betejë që nuk ka të mbaruar, një rrugë që nuk ka pasur asnjë pushim të vërtet. Kur e sheh për herë të parë, Gonxhe duket si çdo gjyshe tjetër nga ato lagjet e vjetra. Flokët e bardha, të mbledhura me kujdes prapa kokës, sytë e kaltër, pak të lodhur, por të mbushur me diçka që nuk mund ta shpjegosh lehtë. Një lloj qetësie që vjen vetëm tek ata njerëz që kanë duruar shumë dhe kanë zgjedhur të mos ankohen. Duart e saj, duart e Gonxhes, janë duart e një jete të tërë të shpenzuar për të tjerët. Çdo rrudhë e tyre është dëshmi e një pune të bërë me dashuri të pashpaguar. Ajo jeton me 7 fëmijë, 7 nipër, 7 shpirtra të vegjël që i kanë mbetur si trashëgimi nga humbja më e madhe e jetës së saj. Djali i saj i vetëm, biri i zemrës. Ata që e njohin Gonxhen thonë se kur flet për të, zëri i saj ndryshon, bëhet i ulët, pothuajse i paprekshëm, si i friksuar se edhe zëri mund ta lëndoj kujtimin nëse e ngre shumë lart. Djali i saj, Armandi, ishte shtylla e saj, ishte shpresa e saj, ishte arsyeja që Gonxhe zgjohej çdo mëngjes me buzëqeshje dhe bënte kafen me durim, duke pritur të dëgjonte hapat e tij në korridor. Por Armandi nuk është më. Dhe kjo boshllëk i tmerrshëm që ka lënë pas, ka bërë që Gonxhe të bëhet diçka shumë më tepër se një gjyshe. Ajo ka bërë nën e 7 fëmijëve, një herës, pa u pyetur, pa u përgatitur, pa pasur mundësi të thoshte nuk di, nuk mundem, apo jam e lodhur. Sepse kur shikon 7 palë sy fëmijësh, sy të vegjël, të trembur, të mbushur me lot, nuk ka fjali tjetër veç unë jam këtu, mos u frikoni. Dhe Gonxhe e tha, jo me fjalë, me praninë e saj, me çdo mëngjes që ngriti herët për të bërë mëngjesin për 7 gojë, me çdo darkë kur mblodhi rrobat e vogla nga litari dhe i palos me kujdes, duke u sjellë ndërmend kujt i takonte kjo, kujt i takonte ajo. Me çdo natë kur u ul buz krevatit fëmijëve dhe u tha me zë të ulët, flini, jam unë, jeni mirë. Është shumë e thjeshtë dhe shumë e rëndë njëherësh. Kjo është historia e Gonxhes. Le të kthehemi pak prapa, tek ajo kohë kur bota e Gonxhes ishte ndryshe, kur shtëpia ishte e mbushur me të qeshura dhe zhurmën e vrazhd por të dashur të fëmijëve që rriten. Gonxhe kishte rritur Armandin vet, bashkë me burrin e saj, Muharemin. Muharemi kishte qenë njeri i punës, i heshtur, i fortë, nuk fliste shumë, por punonte pa ndalur, kishte ndërtuar shtëpinë me duart e tij, tull mbi tull, ver pas vere, dhe kishte mbushur çdo dhomë me diçka, me krevate të mira, me tavolina, me kujtime. Kishte thënë një herë, ulur mbi prag duke shikuar oborrin e tij, kjo shtëpi do të qëndrojë edhe kur ne të mos jemi, dhe kishte qeshur me gojë të mate. Muharemi kishte ndruar jetë para se ta shihte djalin e tij të rritej plotësisht. Kishte ikur me të mirë, siç thon njerëzit e atyre vendeve, pa dhimbje të madhe, natën, duke fjetur. Por humbja e tij ishte lënë një farë boshllëku në shtëpi. Gonxhe kishte vazhduar, sepse kishte Armandin, dhe Armandi kishte nevojë për të. E kishte rritur me dorë të lirë, por me zemër të mbyllur nga frika. Frika e nënave të vetmuara, ajo frikë e çuditshme që të ha natën kur gjithçka është qetë dhe ti mendon, po i ndodhi diçka?
Gonxhe e dinte atë frikë si punën e vjetër, e dinte si shijen e kafes së ftoftë, si erën e shiut mbi shtëpi të vjetër. Armandi kishte rritur, kishte bërë familje, ishte martuar me një vajzë të bukur nga fshati, Elvana quhej, dhe kishin filluar të ndërtonin jetën e tyre. Fëmijë pas fëmije, shtëpia e re kishte filluar të mbushej, 7 fëmijë në pak vite. Gonxhe qeshte sa herë që i numëronte niprit e saj. Po bëhem plak mes fëmijësh, u thoshte fqinjve, dhe të gjithë qeshnin. Për pastaj erdhi ajo ditë që ndryshon gjithçka. Ajo ditë që nuk ka emër të duhur sepse asnjë fjalë nuk mund ta mbajë brenda vetes. Armandi kishte marrë rrugën për në punë siç bënte çdo ditë. Kishte thënë mirupafshim si gjithmonë. Kishte ndalur një çast te dera dhe kishte kthyer kokën, ndoshta nga zakoni, ndoshta nga ndonjë instinkt i çuditshëm, dhe kishte parë fëmijët e tij duke luajtur. Kishte buzëqeshur dhe kishte ikur. E kishte kthyer askush, asnjëherë. Gonxhe ka thënë se nuk e ka zakon të flasë për atë ditë, por ata që e njohin thonë se nga ai moment diçka ndryshoi në sytë e saj. Nuk iku drita, kur nuk iku drita prej syve të Gonxhes, por u fut brenda ndoshta pak më thellë, si zjarri i vatrës kur mbulohet me hi, nuk shuhet, por digjet ngadalë, me qëllim, duke u ruajtur. Elvana, nusja, u bë e sëmur shpejt pas asaj tragjedie. Shpirti i saj nuk e duroi goditjen. Dhimbja e gruas që humbet burrin e saj të ri me 7 fëmijë në krah është një dhimbje e veçantë dhe shumë e rëndë. Ajo u smur dhe ca kohë më vonë, me zemrën e thyer plotësisht, edhe ajo u nda nga kjo botë. Dhe kështu, 7 fëmijë mbetën vetëm. Mbetën me gjyshen Gonxhe. Gonxhe, e cila kishte humbur birin e vetëm dhe nusen, e cila ishte tashmë mbi të 60-tat, e cila kishte trupin e lodhur, gjunjët që dhëmbnin mëngjeseve, shpinën që nuk e mbante dot orë të tëra në këmbë. Por ajo u ngrit. Nuk tha asgjë. Nuk ankohet, edhe sot nuk ankohet. Vetëm u ngrit, i mori fëmijët rreth vetes dhe tha me syt, jo me gojën: "Jeta vazhdon dhe unë jam këtu." Fëmijët quheshin Alban, Blerta, Driton, Mirela, Kushtrim, Shpresa dhe Beharja. 7 emra, 7 karaktere, 7 bota të vogla, secila me nevojat e veta, me lotët e veta, me lumturinë e vogël dhe frikën e madhe. Albani ishte i madhi. Kur humbi prindrit, kishte filluar të kuptonte se çfarë kishte ndodhur. Kishte moshën e atij kuptimit të keq, jo aq i rritur sa të duronte, jo aq i vogël sa të harronte. Kishte filluar të qesh pak, të flas pak, të mbyllet brenda vetes si gurin në ujë. Gonxhe e shikonte dhe e njihte atë dhimbje. E kishte parë tek vetja pas Muharemit. E dinte se çfarë duhej bër. Jo shumë fjalë, por shumë prani. Gjithmonë aty, gjithmonë e besueshme, gjithmonë e qëndrueshme. Blerta ishte 5 vjeç kur mbeti jetime. Ajo e bukura, me flok kaçurela dhe sy si delli i verës. Ajo nuk kuptonte plotësisht. Pyeste her pas here: "Kur vjen babi?" Dhe Gonxhe mblidhte të gjithë forcën e saj dhe thoshte: "Babi është lart, të shikon." Blerta ngrinte syt lart dhe pastaj vazhdonte të luante, por natën qante. Dhe Gonxhe e dëgjonte, dhe vinte, gjithmonë vinte. Dritoni ishte i tëri. Kjo fjalë, i tëri, ka kuptim të veçantë tek shqiptarët. Do të thotë i gjallë, i zhurmshëm, i papërmbajtshëm. Dritoni thyente gjëra pa dashje, bënte zhurmë ku nuk duhej, qeshte kur duhej të heshte, por zemra e tij ishte e artë. Her pas here, kur Gonxhe rrithte shumë e lodhur dhe ulej në karrigen e saj të vjetër, Dritoni vinte fshehurazi dhe i vinte kokën mbi gjuhë, pa fjalë, vetëm kaq. Dhe Gonxha e kalonte dorën mbi flokët e tij dhe mbyllte syt një çast, vetëm një çast, si të bënte pushim mes 2 luftrash. Mirela, Kushtrim, Shpresa dhe Beharja, 4 të vegjëlit, ishin ende shumë të rinj sa të mbajnë kujtime të qarta. Ata e njihnin Gonxhen si gjyshen që bënte ushqim, që i lante, që i vishte, që i prekte ballan kur kishin temperaturë, që qante natën kur nuk mendonte se dikush e dëgjonte. Ata e donin pa kuptuar plotësisht se sa shumë bënte ajo për ta, sepse kur dashuria është e marrë dhe e qetë, fëmijët e marrin si ajrin, natyrale, e pranishme, e pa shpjeguar. Por Gonxhe e dinte. Ajo numëronte çdo gjë. Jo me ankesë, me kujdes. Numëronte sa kilogram miell i nevojiteshin javën tjetër.
numëronte sa palë këpucë kishin dal nga numri, numëronte sa fishek zjarr kishin bërë të bëjnë në internet shoqet e tyre, dhe ndihej e shtypur nga mendimi se fëmijët e saj po humbnin gjërat që fëmijët e tjerë kishin pa pyetur. Shtëpia ishte e vogël. Gonxha e kishte organizuar si mund, dhomat e vogla, krevatet e vënë me rend ushtarak, çarçafët gjithmonë të pastra, kjo ishte e rëndësishme për të, gjithmonë, tavolina e madhe e blerë me kursime të vjetra ku ulej gjithë familja. Mëngjeset ishin kaos i dashur. 7 fëmijë që përgatiteshin për shkollë apo kopsht, zhurmë, qeshje, grindje të vogla, ai ma mori çopetin, nuk gjej çorapet. Gjyshe, ku është çanta? Gonxha lëvizte mes tyre si drejtuese e flotës, me durim të madh dhe zë të qetë. Kurrë nuk bërtiste. Ata që e njohin thonë kjo është gjëja e parë që të habiste Gonxha. Nuk bërtit kurrë. Edhe kur kaosi është maksimal, ajo mbetet e qetë, si guri i madh në mes të lumit të trazuar. Nëse bërtis, ka thënë ajo, fëmijët tremben, dhe fëmijë të trembur nuk mësohen, vetëm fëmijë të sigurt mësohen. Kjo filozofi e thjesht, e pa folur kurrë si filozofi, thjesht e jetuar, ka formuar gjithë atmosferën e asaj shtëpie. Mëngjeset fillonin herët, Gonxha zgjohej para të gjithëve. Akoma natë, kur qyteti flinte dhe vetëm qenë rrugës shqetësonin heshtjen, Gonxha ishte tashmë në këmbë. Ndezi zjarin në tigan, vuri qumshtin të vloj, priti bukën e brumosur të djeshme. Duart e saj lëvisnin me siguri në errësirën e gjysmëndriçuar të kuzhinës, sepse i dinin rrugën përmendsh, çdo sirtar, çdo raft, çdo lugë e vënë aty ku duhej. Pastaj vinte momenti që Gonxha e priste me zemër të hapur, kur fillonin të zgjohen fëmijët. Her pas here, dikush vinte i grir nga gjumi, me flok të çrregulluara, duke fërkuar syt dhe ulej te tavolina pa thënë asgjë. Gonxha vendoste para tij tas me qumsht dhe bukë, dhe fëmia fillonte të haj. Dhe kjo skenë vogël dhe thjesht, mbushte zemrën e Gonxhës me diçka të madhe. Ata hanin, ata ishin mirë, ata ishin aty. Kaq duhej. Shkolla ishte një tjetër luftë e heshtur. Librat, fletoret, çantat, uniformat, gjithçka kishte çmim. Gonxha mbante shënime në një fletore të vogël me kapak të kaltër, ku shkruante çdo shpenzim. Jo sepse kishte llogaritar, sepse kishte frikë se do t'i mbaronte paraja dhe nuk do të dinte si të mbulonte javën tjetër. Ajo listë gjatë numrash të vegjël ishte e vetmja mënyrë si mund të mbante nën kontroll një situatë që rrezikonte vazhdimisht të dilte jashtë kontrollit. Fqinjët ndihmonin kur mundin. Gjakova është qytet i tillë, njerëzit e tij mbajnë njëri tjetrin. Dikush sillte pak miell, dikush pak vaj, dikush u shikonte fëmijët kur Gonxha duhej të shkonte tek mjeku apo të bënte ndonjë punë jashtë shtëpie. Kjo ndihmë nuk e humbiste Gonxhën. Ajo e priste me falënderim të sinqert dhe pa turp. Turpi është i kot kur keni 7 gojë për ushtu shyer, ka thënë një herë dhe i qeshur me atë qeshjen e saj karakteristike, të shpejt, pak melankolike, por të vërtet. Por ndihma fqinjve nuk mund të mbulonte gjithçka. Ishin momentet kur Gonxha hapte frigoriferin dhe shikonte boshllëkun e tij, jo boshllëk total, por boshllëkja ati llojit ku ke paksa gjëra, por jo sa duhet, dhe duhet të zgjedhësh se si ti shpërdash. Ishin ato momentet ku forca e Gonxhës nuk bënte çmos të merrte frym, por nuk i tregonte fëmijëve. Kurrë. Fëmijët hanin dhe Gonxha thoshte se kishte ngrënë. Fëmijët mbuloheshin dhe Gonxha qëndronte me batanie të hollë. Fëmijëve u bliheshin këpucë të reja kur dilnin nga numri dhe Gonxha vazhdonte me ato të vjetrat, se ende nuk janë prirë. Kjo sakrifica e heshtur, aq e zakonshme në shtëpitë e nënave dhe gjysheve, aq universale sa thuajse bëhet e padukshme, është ndoshta gjëja më e madhe dhe më e paçmuar që bën Gonxha çdo ditë. Dimri në Gjakova godet fort. Era zbret nga kodra dhe fut gishtat nëpër çdo plasaritje të derës së dritares. Shtëpia e Gonxhës kishte ngrohje. Fal drunjt që i griste një kushëri i largët, por drut kurrë nuk ishin të mjaftueshme. Gonxha mësonte t'i shpërdante me kujdes. Shumë zjarr kur ishte nata, pak gjatë ditës kur fëmijët ishin në shkollë. Ajo qëndronte e vetë me ditën, kishte punë pafund. Larjen, pastrimin, gatimin, arnimin e rrobave, organizimin e gjërave.
Por ishin edhe momentet e heshtjes, momentet kur vinte dhe ulej buzë dritares dhe shikonte jashtë, te rruga e ngushtë ku her pas here kalonte ndonjë makinë, ndonjë fqinje, ndonjë fëmijë duke vrapuar. Ato çastet e heshtjes ishin të vetmet kur Gonxhe lejonte veten të mendonte për Armandin. E shihte, jo me sytë e jashtëm, me ato të brendshëm, ku çdo nënë e mban birin e vet të gjallë pavarësisht nga gjithçka. E shihte duke ecur nëpër korridor, duke qeshur me atë të qeshur të lartë që e kishte trashëguar nga Muharremi. E shihte duke marrë kafe nga dora e saj, pa falenderim, siç bëjnë djemt kur janë të rinj dhe nuk e dinë se çdo kafe e nënës ka brenda shumë dashuri dhe pinte me gryk të madhe. Pastaj rrinte pak me mendimin e tij, dhe pastaj e linte të shkonte, sepse po e mbante shumë, lotët vinin, dhe kur lotët vinin, ajo nuk mund të gatuante, dhe kur nuk gatuante, fëmijët nuk hanin. Kjo ishte ekuacioni i jetës së Gonxhes, çdo gjë matej me standardin e fëmijëve. Albani ishte i pari që filloi të punoj, kishte moshën kur nuk duhej të punonte ende, duhej të studionte, të luante me miqt, të shijonte atë periudhë të lehtë dhe të paqëllimshme midis fëmijërisë dhe jetës reale. Por Albani kishte shpirtin e burrit që rritet herët, siç ndodh shpesh me djemtë e parlindur kur familja ka nevojë. Kishte filluar të bënte punë të vogla, merrte dru, ndihmonte fqinjet me ngarkesa, rrinte tek dyqani i lagjes pas dreke. Gonxhe i thoshte të shkonte të luante, ai thoshte nuk kishte qif. Por Gonxhe e dinte. Kishte qef, por dinte se barra ishte e madhe dhe donte të ishte pjesë e saj. Kjo i thyfte zemrën Gonxhes. Jo me keqardhje, me dhimbje të llojit të veçantë që ndjejnë prindrit kur shohin fëmijët e tyre duke u maturuar shumë shpejt. Kur shikon fëmijën tënd duke bërë çka ti nuk duaje ai e të bënte, por e di se ai e bën nga dashuria, kjo është njëra nga dhimbjet pju të heshtura dhe pju të thella të prindërimit. Gonxhe i thoshte: "Mëso Alban, mëso shumë, kjo është puna jote." Albani kokëtunte dhe vazhdonte të punonte, dhe mësonte njëhersh. Verat ishin më të lehta, fëmijët dilnin jashtë, Gonxhe hapte dyert e dritaret dhe shtëpia merrte frym. Kopshti i vogël prapa shtëpisë jepte domate, speca dhe pak perime të tjera. Gonxhe punonte aty herët mëngjeset, para vapës, dhe fëmijët e mëdhenj ndihmonin kur dëshironin. Behari, i vogli, voglushi i familjes, rritej mes gjithë kësaj ngarkese pa e ditur. Ai kishte lindur në gjuhën e asaj shtëpie, në ritmin e saj, në dashurinë e saj. Për të, gjyshe Gonxhe nuk ishte gjyshe me tragjedinë e saj, ishte thjesht nëna e tij, i vetmi person qendror të cilën ai e njihte si shtëpi. Gonxhe e kishte rritur Beharin si të ishte biri i saj i parë, me atë ngrohtësi që vjen kur njoh çmimin e gjërave, kur e di sa mund të kushton çdo buzëqeshje fëmijërie, çdo natë e qetë, çdo mëngjes pa lot. Ka ditë kur Behari i vinte dhe i mbante duart e Gonxhes, ato duart të rrudha, të forta, dhe thoshte: "Gjyshe, të dua." Me zë fëmijërie, spontan, pa arsye të veçantë. Dhe Gonxhe thoshte: "Edhe unë zemrën time." Dhe buzëqeshte. Ato qaste janë arsyeja pse vazhdon. Askush nuk mund t'i llogarisë orët e Gonxhes, asnjë kalkulat nuk mund t'i mbajë të gjitha. Orët e gjumit të prerë, orët e kaluara duke qëndisur rrobat e vogla, orët e uljes buzështratit të fëmijëve të sëmurë, orët e lotëve të heshtur pas mesnatës kur gjithçka kalmohej. Ajo jeton me trupin e lodhur, por me shpirtin e gjallë. Mjekët i thonë se duhet të pushoj. Ajo qesh dhe thot: "Kur fëmijët rriten, do të pushoj." Dhe pastaj del dhe vazhdon. Kjo nuk është heroizëm i filmave, nuk ka muzikë dramatike pas saj, nuk ka kamera. Ka vetëm jetën e vërtet, e ndyrë, e lodhshme, e bukur, e dhimbshme, e mbushur me dashuri. Ka momente kur Gonxhe rrëzohet, jo fizikisht, por brendësisht. Ka momente kur barra bëhet shumë e rëndë dhe shumë e heshtur njëhersh. Janë ato momente vonë natën, kur fëmijët flen dhe shtëpia pushon, dhe Gonxha e ndjen mungesën. Mungesën e Armandit, mungesën e Muharremit, mungesën e Elvanës, mungesën e gjithë asaj jete që mund të kishte qenë. Ato momente nuk i tregon askujt. Janë të saja. Një dhomë e brendshme ku nuk hyn askush tjetër. Por ka edhe drita. Ka dritë shumë. Ka ditë kur shpresa, njëra prej nipave të mesëm, vjen me fletoret dhe thot: "Gjyshe, mora 10."
Dhe Gonxha e ngre lart, e rrotullon, me gjynjët dhëmbos, me shpinën të lodhur, por e rrotullon. Edhe qesh me gjithë zemrën. Bravo, bravo, shpirti gjyshes. Ka ditë kur Dritoni, ai i tëri, ai i zhurmshmi, gatuan diçka fshehurazi dhe e vë në tavolinë para Gonxhes dhe i thot: "Haje gjyshe, unë gatova." Gonxha e angrën 3 lugë të asaj ushqimi të keq të bërë nga duar të papjekura dhe thot se është më i miri ushqim që ka ngrënë. Dritoni fryhet nga krenaria. Ka ditë kur Blerta, ajo me kaçurrelat, i bie flokëve të Gonxhes dhe thot: "Do të pëj shqiponjën." Edhe i bën një gërshet të çuditshme dhe i vën ndonjë lule plastike që e ka gjetur diku. Gonxha qëndron e pa lëvizur dhe toleron me buzëqeshje. "Si jam?" pyet. "E bukur," thot Blerta me seriozitet të plot. Edhe Gonxha e di se është e bukur, jo sepse ka lule plastike në flok, por sepse ka 7 zemra fëmijësh rreth saj. Ka një gjë që Gonxha bën çdo mbrëmje, pa përjashtim. Pas darkës, pasi fëmijët lahen dhe vishen, Gonxha mbledh të gjithë rreth saj. Ule në dhomën e madhe, 4 mbi krevat, 2 mbi bishek, 1 mbi karrige, edhe Gonxha fillon të tregoj. Tregon histori. Jo gjithmonë histori me moral, nganjëherë histori të çuçuritura të ninullës, nganjëherë histori nga jeta e Gjakovës dikurshme, nganjëherë histori të sajuara atë çast, ku personazhet kanë emrat e nipërisë. Një herë një kohë, ishte një djalë i guximshëm që quhej Albani, edhe Albani ngrinte kokën dhe gjerë duke u munduar të dukej indiferent. Ato mbrëmje janë të jashtëzakonshme. Janë koha kur asgjë nuk ekziston veç tyre. As një faturë, as një breng, as një lodhje. Vetëm zëri i Gonxhes dhe 7 çifte sysh të hapur të gjerë. Kur fëmijët bien në gjumë, Gonxha mbetet e fundit. Fik dritat, sheh se janë mbuluar mirë, prek me dorë ballin e çdo njërit, zakoni i vjetër i nënave, edhe pastaj del nga dhoma me hapa të butë. Qëndron një çast në korridor, në errësirë, dhe thjesht merr frym, thellë. Fqinja e Gonxhes, një grua e moshuar që jetonte 2 shtëpi poshtë, ka thënë: "Gonxha ime është njeriu më i fortë që kam njohur ndonjëherë. Jo sepse nuk qan, por sepse qan edhe vazhdon gjithsesi." Kjo ndoshta është definicioni i forcës. Jo mungesa e dhimbjes, por vendosmëria për të vazhduar pavarësisht dhimbjes. Gonxha vazhdon. Çdo ditë, çdo mëngjes, çdo darkë, pa ndalur, pa ankuar, pa lënë asnjë prej atyre 7 fëmijëve të ndihet i braktisur. Ka diçka të veçantë tek mënyra si Gonxha i mban fëmijët të lidhur me rrënjët e tyre. Ajo nuk i lejon të harrojnë, nuk lejon që Armandi, biri i saj, babai i tyre, të bëhet vetëm një kujtim i zbehur. Mbi komodinën e dhomës së madhe ka një foto, vetëm një, e kornizuar me kujdes, pak e vjetërsuar, pak e zbet nga drita e viteve. Është Armandi, i ri, me buzëqeshje të gjerë, me sy të ndezur, duke mbajtur në krah Albanin kur ishte ende foshnja. Gonxha i tregon fëmijëve për baban e tyre, jo si heroi filmave, jo si njeri i papërsosur, thjesht si njeri i vërtet. I tregon si qeshte, si punonte, si i donte. I tregon zakonet e tij të vogla, si pinte kafen me shumë sheqer, si i pëlqenin futbolli dhe muzika e vjetër, si bënte gjithmonë zhurmë kur hapte derën e shtëpisë. Fëmijët dëgjojnë me sy të hapur. Dhe Gonxha i sheh dhe mendon: Armandi jeton tek sytë e tyre, tek fytyrat e tyre, tek hapat e tyre, tek të qeshurat e tyre. Albani kishte marrë sytë e Armandit, të gjatë, pak të trishtuar kur heshte, por të ndezur kur qeshte. Dritoni kishte marrë zërin e tij, atë zë pak të ashpër, pak të gëzuar, që mbushte dhomën pa dashje. Blerta kishte marrë zakonin e tij të vjetër për të lëvizur duart kur fliste, sikur fjalet nuk i mjaftonin dhe duhet i vizatonte në ajër. Gonxha i vëzhgonte këto gjëre dhe nuk thoshte asgjë, por i ruante brenda, si thesare. Njëherë, kushtrim, fëmia i 4, ai me flok kaçurrel si e ëma, e kishte pyetur: "Gjyshe, babi ku është tani?" Gonxha kishte heshtur një çast, kishte marrë fëmijën për dorë dhe e kishte shpern te dritarja. Kishin qëndruar bashk duke shikuar qiellin. Ishte mbrëmje dhe yjet fillonin të dukeshin, një nga një, si llamba të vogla të ndezura me kujdes. "Shih ata yjet,"
kishte thënë Gonxha me zë të ulët. Se cili prej tyre është dikush që e dojmë dhe nuk është më me ne. Babi yt është ndërta, nuk shkon kund, vetëm shkon lart, aty ku mund t'ju shikoj gjithmonë. Kushtrim kishte shikuar qiellin për një kohë të gjatë. Pastaj kishte pyetur, cili është ai? Gonxha kishte treguar me gjisht yllin më të ndritshëm që shihej. Ai. Kushtrim kishte buzëqeshur. Është i madh. Po, kishte thënë Gonxha, sepse zemra e babait tënd ishte e madhe. Kjo skenë e vogël, kaq e thjesht, kaq e njerëzishme, është diçka që askush nuk mund ta mësojë nga libri. Ajo del natyrshëm nga dashuria, nga urtësia e thellë e dikujt që ka jetuar, ka humbur dhe ka zgjedhur të ndërtojë pavarësisht gjithçkaje. Ditët e festave ishin të vështira për Gonxhën, edhe pse nuk e tregonte. Bajrami, nëntori, ditëlindjet, ato ditë kur familjet mblidhen dhe bëjnë zhurmë dhe hanë dhe qeshin, ishin ditë kur boshliku i Armandit dhe i Elvanës ndihej dyfishin. Por Gonxha bënte festa. Jo festa madhështore, festa me atë që ka kishte. Gatonte me kujdes, vendoste sofër të bukur, vishte familjet me rrobat më të mira që kishin dhe bënte gjithçka të dukej e veçantë. Blerta merrte një jastëk me lule, Behari merrte ndonjë lodhër të vogël. Të mëdhenjt merrnin diçka praktike, çorape, bluzë të re, por të mbështjellura me letër si dhurata të vërteta. Paketa e mbështjellur me letër bën gjithçka të duket si fest, ka thënë Gonxha, edhe nëse brenda ka vetëm një çorape. Dhe fëmijët gëzoheshin, sepse gëzimi është gjë e mësueshme. Kur rritesh në një ambient ku shpirti festohet edhe me pak, mëson të gëzohesh nga pak. Ky është ndoshta dhurata më e çmuar që u ka dhënë Gonxha nipërve të saj, aftësia për të gjetur bukurinë edhe aty ku tjera sysh nuk e shohin. Po të pyesje fëmijët, të mëdhenjt tani, se çfarë mbajnë mend nga fëmijëria, ata do të tregonin skenën e tavolinës. Çdo darkë, tavolina e madhe e mbushur, 7 fëmijë dhe gjyshe, duke ngrënë bashk. Gonxha vendoste ushqimin në mes dhe gjithmonë pak më shumë se sa kishte vetë pjatën. Gjyshe, ha edhe ti, thoshte dikush. Unë kam ngrënë, thoshte ajo, gjithmonë. Dikur Albani e kishte kuptuar. Kishte parë me kujdes dhe kishte kuptuar se gjyshe jo gjithmonë kishte ngrënë para tyre. Shpesh kishte ngrënë pas, vetëm nëse kishte mbetur diçka, ose nuk kishte ngrënë fare. Albanit i kishin ardhur lotët. Kishte ikur në dhomën e tij pa thënë asgjë. Dhe Gonxha e kishte lënë të ikë, duke ditur se ai kishte kuptuar, duke ditur se kishte nevojë për atë minutë privatesh. Pas pakës, Albani kishte dalë, kishte ulur kokën dhe kishte thënë: "Gjyshe, nga sot ti ha para nesh." Gonxha e kishte shikuar, kishte buzëqeshur. Mirë, kishte thënë, por gjithsesi vazhdonte si gjithmonë. Fëmijët hani, pastaj Gonxha. Gonxha nuk ka mbaruar shumë shkolla. Ka mbaruar klasat fillore dhe pastaj jeta e ka marrë nga duart, siç ka ndodhur me shumë vajza të brezit të saj. Por urtësia e saj nuk ka nevojë për diplomat, është urtësia e jetës, e sëmundjes, e humbjes, e rindërtimit. Dhe ajo u mëson fëmijëve çdo ditë, pa e quajtur mësim. U mëson respektin, jo me fjalë respektoni, por duke i parë si i trajton njerëzit, fqinjin e vjetër, gruan e nevojtare, fëmijën e rrugës. Asnjëherë nuk kalon para njërit prej tyre pa e përshëndetur, pa e pyetur si ashtë, pa i ofruar diçka nëse ka. U mëson punën, jo me moral, por me shembullin e saj. Ata shohin gjyshen duke punuar dhe punojnë edhe ata. Thjesht kështu, shembulli nuk kërkon fjalë. U mëson durim, dhe kjo është ndoshta mësimi më i rëndë, sepse fëmijët e shohin gjyshen e tyre duke pritur, duke duruar, duke vazhduar, edhe kur gjërat janë të vështira, edhe kur duket se nuk ka zgjidhje, dhe mësojnë se edukimi i vërtet i zemrës është ky, ti vazhdon. U mëson falenderimin. Pas çdo vakti, Gonxha bën dua, me duart e ngritura, me syr mbyllur, me buzë që lëvizin ngadalë. Fëmijët rrinë qetë dhe presin. Kjo rituale vogël, kaq e zakonshme në ato shtëpi,
Ka që rënd në kuptim, i mëson fëmijët se çdo gjë e mirë njëherësh është dhuratë dhe duhet pritur me mirënjohje. Ka diçka tjetër që Gonxhe u mëson fëmijëve, edhe pse kurrë nuk e thot me fjalë. U mëson se dhimbja nuk është fundi. Ata e shohin çdo ditë te gjyshja. E shohin si mban brenda diçka të madhe dhe të rëndë, e ndjejnë, fëmijët e ndjejnë gjithmonë, por e shohin edhe si vazhdon. E shohin si bën buk, si qesh, si kujdeset, si jep. E shohin si zgjohet çdo mëngjes dhe merr rrugën pa u ankuar. Dhe kjo leksion i heshtur dhe i thellë, ka formuar karakter tek ata. Albani, kur has vështirësi, nuk dorëzohet. Dritoni, kur e godasin, ngrihet. Blerta, kur trishtohet, qan e pastaj vazhdon. Të gjithë, 7 prej tyre, kanë brenda vetes diçka nga shpirti i Gonxhes. Kjo trashëgimi shpirtërore është ndoshta gjëja më e çmuar që u mund t'u lini fëmijëve, jo ari, jo shtëpi, por mënyrën si durojnë, si ngrihen, si duan. Gonxhe ka ëndra, jo ëndra që zbardhin natën, ato ka kohë që i ka mbyllur si luks që nuk mundet të mbaj, por ëndra të fshehta, të vogla, të ruajtura. Ëndëron të shikoj Albanin të bëj familjen e tij, ëndëron të shkoj në dasmën e tij me ato këmbë të dhëmbusura dhe të qëndroj deri në fund. Ëndëron Blertën në diplomë, ëndëron ta mbaj atë diplomë në duar dhe të qaj pa u turpëruar. Ëndëron të shikoj Beharin, të voglin, të bëhet njeri. Kur ta shoh Beharin të dalë shkolle si njeri i rritur, atëherë di që kam bërë çka duhej bërë. Kjo fjalë thjesht, çka duhej bërë, është e mbushur me gjithë jetën e saj. Jo çka dëshiroj, jo çka zgjidhte me gëzim, por çka duhej. Sepse dikush duhej ta bënte, dhe ajo ishte aty. Ishte dimri i tretë pa Armandin, dimri i tretë me 7 fëmijë, kur Gonxhe kishte rënë e sëmur. Nuk ishte diçka serioze, sipas mjekëve, gripi, lodhja, pak temperaturë. Por për Gonxhen, të rrëzohej në shtrat ishte si katastrofë. Ajo nuk dinte të ishte e sëmur, nuk dinte të linte punët pezull, nuk dinte të bënte asgjë për veten kur fëmijët kishim nevojë. Por trupi kishte vendosur vetë. Mjaft, qëndro. Kur fëmijët e kishin parë gjyshen të shtrihej, ata e kishin parë gjyshen të lodhur, por kur shtrirë, kishin heshtur të gjithë. Ishte një heshtje çuditshme, e rëndë, e trembur paksa. Pastaj Albani kishte thënë: "Mos u shqetësoj gjyshe, unë marr gjithçka." Dhe e kishte marrë. 12 vjeç, kishte zirë djaf me vezë, kishte bërë çaj, kishte veshur të vegjlit, kishte dërguar në shkollë të mesmit. Kishte bërë gjithçka duke bërë shumë gabime dhe me shumë zhurmë, por e kishte bërë. Blerta i kishte sjell gjyshes çaj dhe bukë dhe kishte qëndruar ulur buz krevatit duke e shikuar. "Gjyshe, haj." Gonxhe kishte hapur syt dhe kishte parë fytyrën e vogël të Blertës, serioze, e kujdesshme, paksa e frikuar, dhe i kishte ardhur gati të qante. "Mos u frikso," i kishte thënë Gonxhe. "Gjyshja është mirë." "E di," kishte thënë Blerta, me atë seriozitetin e saj karakteristik. "Por haj gjithsesi." Gonxhe kishte ngrënë. Ato 3 ditë shtrati kishin qenë ndoshta ndër ditët më instruktuese të asaj shtëpie. Fëmijët e kishin njohur veten, kishin zbuluar se çfarë ishin në gjendje të bënin kur duhej. Dhe Gonxhe kishte parë diçka që e kishte mbushur me shpresë të madhe. Ajo kishte ndërtuar mirë. Ata fëmijë, ndonse vetëm nipër dhe nipa, ndonse pa prindër, ndonse me jetë të vështira, ishin bërë njëri tjetrit familje e vërtet. Mbuloheshin, mbanin njëri tjetrin, ndihmonin pa u pyetur. "Kjo është puna e nënës," ka thënë Gonxhe dikur. "Jo ti bash gjërat ti, por ti mësosh të bëjnë vetë." Dhe e kishte bërë. Pas shërimit, Gonxhe kishte vazhduar si gjithmonë,
por pak gjëra kishin ndryshuar. Jo jashtë, por brënda. Albani kishte marrë pak more nga pesha e shtëpisë mbi supe. Jo shumë, Gonxhe i thoshte gjithmonë, ti je fëmijë, lere, por pak. Mjaftueshëm sa të ndjehej i rëndësishëm. Dritoni kishte filluar të ndihmojë me enët pas darkes, jo sepse detyronin, por sepse kishte vendosur vetë. Her pas here, kur Gonxhe vinte të pastronte, gjente enët të pastruara tashmë. Kur nuk kishte thënë asgjë, thjesht kishte buzëqeshur dhe kishte kaluar. Blerta kishte filluar të bënte shtratin e vet çdo mëngjes, edhe të veçlive, kur mund. Behari, voglushi, mblidhte lodrat e tij pa u kërkuar. Gjëra të vogla, gjëra të mëdha. Ka një keqkuptim të madh për dashurinë. Mendojmë se dashuria është ndjenjë, diçka që na ndodh, diçka që vjen dhe ik. Por dashuria e Gonxhes nuk është e tillë. Dashuria e Gonxhes është vendim. I riferhit çdo ditë, i marr çdo mëngjes kur zgjohet, i konfirmuar çdo natë kur mbulon fëmijët. Vendim. Sot gjithashtu jam këtu. Sot gjithashtu do të bëj ushqim. Sot gjithashtu do të dëgjoj. Sot gjithashtu do të qëndroj. Kjo lloj dashurie nuk ka glamur, nuk ka muzikë, nuk ka skenë dramatike. Është thjesht prani, e qëndrueshme, e besueshme, e lodhshme, e bukur. Fëmijët e ndjejnë, jo si koncept, si fakt fizik. Kur hyn në atë shtëpi, ndihet diçka. Një ngrohtësi jo vetëm nga soba, ngrohtësi nga prania e Gonxhes. Fqinjët thonë, kur kalon nga shtëpia e Gonxhes, gjithmonë ndjen erën e bukës. Kjo nuk është rastësi. Shtëpi ku bëhet bukë çdo ditë është shtëpi ku jeta vazhdon me qëllim. Gonxhe ka një zakon që askush nuk ja di. Çdo natë, pas fëmijëve, pas punës, pas gjithçkaje, ajo merr foton e Armandit dhe ri pak me të. Nuk flet me zë, nuk qan gjithmonë, vetëm qëndron. Nganjëherë i thot me zë shumë të ulët, fjalë të tilla që s'dëgjohen, fjalë të tilla që nuk janë për veshët e askujt tjetër. Por riten mirë, mos u shqetëso. Sepse Gonxhe beson, me tërë shpirtin e saj, se Armandi e shikon. Nuk e ka humbur atë besim. I ka rënë shumë goditje, por ky besim nuk i ka rënë. Dhe ky besim i jep forcë. E di që ai e di, ka thonë. E di që shikon. Kjo më mjafton. Gjakova ka një zakon që askush nuk ja di. Çdo natë, pas fëmijëve, pas punës, pas gjithçkaje, fjalosjet në dyqane, bisedimet pas namazit, takimet buzrrugës, gjithçka mbart diçka. Dhe historia e Gonxhes mbartet kudo. E ke dëgjuar Gonxhen nga rruga e sipër? 7 fëmijë rritë vetme. E di, unë kam parë me sy si punon ajo. Allahu e mëshiroj, njeri i tillë është pak. Kjo nuk është thashë theme, është respekt. Respekti i njerëzve të thjeshtë ndaj njeriu të thjeshtë por të jashtëzakonshëm. Është mënyra si lagja thot, ne e shikojmë, ne i dim, ne e vlerësojmë. Her pas here, dikush i sillet Gonxhes me ndonjë gjë të vogël, me ndonjë ndim, me ndonjë fjalë. Dhe Gonxhe e pranon me atë dinjitetin e veçantë që ka, pa u ulur, pa u nënçmuar, pa paraqitur varfërinj si mjet për të marrë më shumë. Thjesht, faleminderit, Zoti të shpërblej. Dhe vazhdon rrogën. Hoxha i lagjes, njeri i moshuar dhe i respektuar, ka thënë një herë pas namazit: nëse doni të dini çfarë është sabri, durimi i vërtet, shkoni dhe shikoni Gonxhen. Dhe kjo fjalë kishte qarkulluar, kishte arritur tek njerëz të ndryshëm dhe çdo njeri e kishte marrë ndryshe, por të gjithë e kuptonin thelbin. Ky është shembull. Gonxhe nuk e dinte për atë fjalë, por nëse do ta dinte, ndoshta do të kishte thënë: çfarë durimi? Unë thjesht bëj çka duhet. Dhe kjo është ndoshta pikërisht ajo, ky thjesht bëj çka duhet, që e bën të jashtëzakonshme. Goja e natës ka diçka të çuditshme. Kur heshtin të gjithë, kur fëmijët fjenë dhe zërat e ditës shuhen, heshtja bëhet shumë e zëshme. Gonxhe e njeh atë heshtje, është shoqja e saj e vjetër, janë miqe, ndonjëherë armiqe. Ka net kur Gonxhe rri ulur te tavolina e kuzhinës, me çaj të ftohtë para saj, me dritën e vogël të zgjendur, dhe mendon. Mendon për Armandin, mendon për Muharemin, mendon për Elvanën, nusen e tij, dhe ndjen diçka komplekse,
dhimbje, mirënjohje, malli. Mendon për jetën e vet, atë jetë të vogël, të nënshtruar kur por gjithmonë të sfidueshme. Mendon për moshën e vet, di se trupi nuk ban për gjithmonë, di se gjunjët do t'i dhëmbin më shumë, se syt do t'i dobësohen, se do t'i vi dita kur nuk do të ngrihet lehtë. Kjo e frikson, jo për veten, por për fëmijët. Çfarë bën me ta nëse nuk jam, është pyetja e frikshme, ajo pyetja që nuk ka përgjigje të mirë ende. Por pastaj e zbrapsi mendimin. Behari është ende i vogël, nuk mund të mendoj për atë tani. Dhe pinte çajin e ftohtë dhe dilte nga mendimi i zi. Ka edhe net kur ndihet mirë, kur gjithçka vete, kur fëmijët kishin qenë të mirë atë ditë, kur kishte gatuar mirë, kur dikush I kishte sjell diçka të mirë si lajm, ka net kur Gonxhe ulet dhe ndihet e qetë. Gonxhe e lumtur me atë lumturinë e madhe dhe të bujshme, vetëm e qetë. E sigurt, si të jesh në bark mes liçenit dhe era nuk fryn. Ato janë net të çmuara, I kujton. Ka gjithashtu ditë kur bie shi dhe Gonxhe hap dritaren e kuzhinës dhe dëgjon shiun duke rënë mbi çatitë e tjera. Ka diçka që I qetëson tek shiu, një zhurmë e barabartë e pandërmjetshme që mbulon gjithçka tjetër. Gonxhe mbërnen kupën e kafes dhe qëndron aty. Momentet e tilla, çastet e vogla të qetësisë mes stuhisë së madhe të jetës, janë ndoshta ato gjëra të cilat shumë njerëz I marrin si të qenë, dhe Gonxhe I vlerëson thellë, sepse kur ke jetuar shumë pa qetësi, qetësia bëhet shumë e çmuar. Kohët kalojnë, edhe në ato shtëpi ku koha duket se ka ngecur nga pesha e dhimbjes, edhe atje koha kalon. Albani filloi shkollën e mesme, doli djali I zgjuar, jo shkëlqyes, por I qëndrueshëm, serioz, I besueshëm. Mësueset e vlerësonin jo vetëm për notat, por për qëndrimin e tij. Kishte diçka te Albani, një maturim I hershëm, një seriozitet I fëmijës që ka parë shumë, që bënte njerëzit ta merrnin me respekt. Gonxhe shkonte çdo takim prindrish, me atë gjetkën e saj të kaltra, kishte gjithmonë diçka të kaltër, ky ishte ngjyra e saj, ulej midis prindërve të tjerë dhe dëgjonte me kujdes. Kur mësuesi thoshte diçka të mirë për Albanin, ajo koktunde ngadalë dhe thoshte brenda vetes diçka. Ndoshta I fliste Armandit, po e shikon, djali yt. Blerta kishte treguar talent për futbollin që nga voglia, vizatonte kudo, në për fletore, në për letra të vjetra, në për anët e librave shkollor. Gonxha kishte vënë re, kishte bler, duke kursyer me kujdes, një blok vizatimi dhe pak ngjyra, jo shumë, por mjaft. Kur I kishte dhënë blertës, ajo kishte parë me sy të mëdhenj dhe pastaj kishte hedhur krahët rreth qafës së gjyshes dhe kishte thënë asgjë, vetëm kishte mbetur kështu një çast. Gonxhe kishte mbajtur vajzën rreth vetes dhe kishte mbyllur syt. Disa objekte materiale mbajnë brenda vetes gjithë dashurinë e atij që I ka dhënë. Ato ngjyra, të blera me paratë kursyera të Gonxhes, kishin brenda vetes diçka shumë të madhe, dhe blerta e dinte, edhe pa fjalë. Dritoni kishte treguar pasion për futbollin. Çdo ditë pas shkolle, tereni I lagjes me fëmijët e tjerë, me top të vjetër dhe me gëzim të pastër. Gonxha e shikonte nga dritarja kur kalonte, ose nganjëherë dilte jashtë dhe qëndronte tek oborri I oborrit dhe shikonte. Kishte diçka që e qetësonte shumë, të shihte dritoni duke vrapuar, duke qeshur, duke qenë fëmijë. Kjo ishte ajo çfarë donte, fëmijë të qenë fëmijë, pavarësisht të gjithçkaje. Mirela kishte treguar që herët se do të bëhej mësuese. Kjo e kishte surprizuar sadopak Gonxhen. Nga ku kishte dalë kjo? Mirela u kishte treguar fëmijëve të vogël të lagjes, shkronjat I kishte mbledhur ndonjëherë në obor dhe u kishte bërë mësim me tabelën e improvizuar. Gonxhe e shikonte dhe qeshte me qetësi. Ky fëmijë do të bëjë diçka, mendonte. Kushtrim kishte zemër për kafshët. Çdo kotele të rrugës e merrte, çdo qenë ndacake ushqente kur kishte mundësi. Gonxhe I kishte thënë mjaft disa herë, nuk mund t'i ushqenin kafshët kur edhe ata vet kishin nevojë. Por sytë e kushtrimit kur e shikonte ndonjë kafshë të rrugës ishin të pamundur t'i refuzoje plotësisht. Mirë, kishte thënë Gonxhe një herë, por vetëm një herë. Kushtrim kishte buzëqeshur me gjithë fytyrën. Shpresa
Emri ishte simbolik, ndoshta edhe pa dashje, kishte dalë fëmijë e ndjeshme dhe e butë. Qante lehtë, por qeshte edhe lehtë. Kishte zemër si sfungjer, merrte gjithçka brenda, ndjente gjithçka thellë. Gonxha e kujdesej shumë për shpresën, jo më shumë se të tjerët, por ndryshe. Dinte se fëmijët me zemër të tillë kanë nevojë për mure pak më të forta rreth vetes. I kishte thënë: "Shpresa, ti ke zemër të madhe, mos e mbyll kurrë, por mëso ta mbash. Jo çdo njerëz meriton gjithçka." Shpresa e kishte shikuar dhe kishte thënë: "Si ti, gjyshe?" Gonxha kishte theshtur: "Jo si unë, më mirë se unë." Behari, voglushi i dashur, ishte rritur mes gjithë kësaj dashurie dhe lodhje dhe kishte dalë fëmijë i gëzueshëm. Kishte humor të mirë, qeshte shumë, bënte barcaleta të këqija dhe qeshte vetë para të gjithëve. Gonxha e gëzonte shumë. Ky fëmijë kishte sjell shumë dritë. "Allahu të ruajt", i thoshte Gonxha shpesh, duke i prekur faqen. "Çfarë drite ke?" Njerëzit nganjëherë pyesin: "Çfarë do Gonxha për veten?" Dhe kjo pyetje, e thjesht dhe e drejt për drejt, nuk ka përgjigje të lehtë. Gonxha ka harruar ta pyes veten atë pyetje, jo sepse është e vetë mohuar me qëllim, por sepse ka kaluar kaq shumë vite duke menduar për të tjerët, sa mendimi "çfarë dua unë" i vjen si gjuhë huaj. Por nëse i japim kohë, nëse ulemi me të dhe presim, del diçka. Dëshiron të shikojë niprit e saj të rriten, jo vetëm fizikisht, të rriten si njelës, t'i shikoj duke pasur familjet e tyre, duke qeshur me fëmijët e tyre. Ky është ëndra e saj, ta shikoj atë brez të vazhdoj. Dëshiron të shkoj një herë në Mekë. Kjo është diçka e thellë dhe e fshehur, ndoshta nuk e ka thënë as me zë të lartë, por e ka brenda. Ky udhëtim i shpirtit, ky gjest i falënderimit dhe lutjes, do të jetë për të si mbyllja e një rrethi. Dëshiron, edhe pse nuk do ta pranonte kurrë, të ketë pak qetësi, të zgjohet një herë pa alarm, pa shqetësim, pa nevojë urgjente, të pi pafen me kohë, vetëm kaq. Por dëshirat e Gonxhës janë gjithmonë të qetësuara shpejt nga realiteti. Jo me hidhërim, me pranim. Ajo ka mësuar të jetojë jo me atë çka ka dashur, por me atë çka ka. Dhe me atë çka ka, me 7 nipër të gjallë, të shëndetshëm, të dashur, ka shumë, ka gjithçka. "Kam më shumë se shumë njerëz", ka thënë. "Disa janë vetëm, unë nuk jam kurrë vetëm." Jeta nuk i ka kursyer Gonxhës vështirësitë. Ka pasur periudha ku paraja ka mbaruar para muajit, ku fëmijët kanë qenë të sëmurë një herësh, ku shtëpia ka kërkuar riparime emergjente dhe nuk ishte pasur nga t'i gjente. Ka pasur periudha kur kujdestaria ligjore e fëmijëve kishte bërë probleme, dokumenta, institucione, radh pritje. Gonxha kishte shkuar vetë, pa avokat, pa njohje të mira, vetëm me durimin e saj dhe me të drejtën e faktit, unë jam gjyshe e këtyre fëmijëve dhe ata janë mirë me mua. Asnjë forcë nuk i ka ndarë. Ka pasur gjithashtu vështirësi shëndetësore. Gonxha kishte probleme me zemrën, jo serioze, por të monitoruara. Mjeku i kishte thënë të mos lodhej shumë. Ajo kishte dëgjuar, kishte koktundur dhe kishte dalë. Pastaj kishte vazhduar si gjithmonë. "Zemra ime rreh për 7 fëmijë", ka thënë. "Nuk ndalet kaq lehtë." Kjo nuk ishte mburje, ishte fakt. Kjo zemër e Gonxhës, e lodhur dhe e qëllimshme, ka gjitur në dashuri forcën për të vazhduar kur çdo arsye tjetër do të kishte kërkuar pushim. Ka pasur momente kur bota e jashtme ka hyrë në jetën e Gonxhës. Gazetar lokal, organizata, njerëz të ndryshëm që kanë dëgjuar historinë dhe kanë andur. Gonxha i priste me respekt dhe me pak skepticizëm. Ishte grua e mençur, dinte dallimin mes atyre që dëshironin të ndihmonin dhe atyre që dëshironin vetëm të shikonin. Por kur ndihma ishte sinqert dhe ka pasur ndihmë të sinqert, ajo e pranonte me falënderim të thellë dhe me dinjitet. Nuk bënte performancë dhimbjeje, nuk egzageronte. Thoshte të vërtetën, ashtu siç ishte, dhe linte njerëzit të gjykonin vetë. Njerëzit gjithmonë largoheshin të prekur. Organizata ndërkombëtare, jo qeveritare, humanitare, kishin ndihmuar disa herë me gjëra praktike, furnizim me ushqim, mbulimi i tarifave shkollore, ndihmë me shtrehim. Gonxha ju a kishte pranuar me mirënjohje dhe kishte vazhduar. Por gjëja që e kishte prekur më shumë, gjëja të cilën e mbante mend me ngrohtësi,
nuk kishte qenë dima materiale, kishte qenë një letër. Letër nga një vajze e vogël, 8 vjeç, nga ndonjë vend i largët, që kishte dëgjuar historinë e Gonxhes dhe kishte shkruar: "Ti je si gjyshe e të gjithë botës. Të dua." Gonxhe kishte mbajtur atë letër, e kishte vendosur pranë fotos së Armandit. Ka një pranverë të veçantë që ndodh çdo vit te Gonxhe. Jo pranvera e kalendarit, por pranvera e shpirtit. Vjen zakonisht në ditët kur dielli fillon të ngrohet paksa dhe fëmijët dalin jashtë pas dimrit të gjatë. Vjen kur kopshti i vogël fillon të marrë ngjyrë dhe Blerta gjen lulen e parë dhe e sjell brenda duke bërtituar: "Gjyshe, gjyshe, shi." Ato çaste, kaq të vogla, kaq të zakonshme, janë çastet kur Gonxhe ndihet shumë e gjallë. Dilte te porta e oborrit dhe shikonte lagjen duke zgjuar, fëmijë duke luajtur, njerëz duke lëvizur, pemët duke lulëzuar. Dhe mendonte, jo me fjalë, por me ndjesi, jeta vazhdon, jeta është e bukur. Edhe pas gjithçkaje, jeta është e bukur. Kjo aftësi për të gjetur bukurinë, aftësia për të gëzuar me pranverën kur ke kaluar një dimër kaq të gjatë shpirtëror, është ndoshta karakteristika më e mahnitshme e Gonxhes. Njerëzit priten të thyhen nga ato që ka kaluar ajo. Njerëzit priten të bëhen të hidhëruar, të mbyllur, të humbur. Por Gonxhe nuk është e tillë. Gonxhe ka mbetur, pavarësisht gjithçkaje, njeri me zemër të hapur. Si e bën? Ndoshta nuk ka shpjegim racional. Ndoshta disa njerëz lindin me diçka brenda, një farguri themelor që nuk shembet, dhe Gonxhe është e tillë. Ose ndoshta, dhe kjo është teoria që e besoj më shumë, Gonxhe ka zgjedhur. Çdo ditë ka zgjedhur të mos thyhet, çdo mëngjes ka zgjedhur të ngrihet, çdo moment dhimbjeje ka zgjedhur të vazhdoj. Dhe zgjedhja e përsëritur bëhet karakter. Çdo natë, para se të bie në gjumë, Gonxhe bën të njëjtën gjë. Mbyllet në heshtje, qoftë vetëm për 2 minuta dhe falenderon. Falenderon për ditën e kaluar, pavarësisht se si ka qenë. Falenderon për shëndetin e fëmijëve, pavarësisht problemeve të vogla. Falenderon për bukën, për ngrohtësinë, për praninë. Dhe pastaj kërkon, me atë lutjen e thjeshtë të njerëzve të thjeshtë dhe sinqert, më jep forcë edhe nesër. Jo pasuri, jo lehtësi, vetëm forcë. Sepse Gonxhe e di se jeta nuk do të bëhet lehtë. Nuk e mban veten me iluzione, por di gjithashtu se me forcë mund të çohet çdo barr. Dhe kjo forcë e heshtur dhe e lashtë që rrjedh nga dashuria e madhe, nuk e ka lënë kurrë. Dhe nesër, Gonxhe do të zgjohet para të gjithëve. Do të ndezë zjarin në tigan, do të vërë qumshtin të vloj, do të pres bukën, dhe kur të fillojnë të zgjohen fëmijët, me hapat e tyre të çrregulluar, me flokët e çrregulluara, me sytë e mbyllur nga gjumi, ajo do të jetë aty, gjithmonë aty. Gonxhe nga Gjakova, gjyshe, nën, shtyll, dritë. Nëse kjo histori ju ka prekur, nëse keni ndjerë diçka duke lexuar për Gonxhen dhe 7 niprit e saj, ju lutem lini një fjalë poshtë, një lutje, një mendim, një urimi, sepse njerëz si Gonxhe nuk kërkojnë shumë, por meritojnë të dinë se bota i shikon, i njeh dhe i respekton. Për gjyshen Gonxhe nga Gjakova dhe për të gjithë gjyshet e botës që mbajnë familjet mbi supe pa ankuar, kjo histori është.